Ju përshëndes gjithëve. Konferenca e parë për antikrishtin në Rom, në zemër të Romës, ku në Monte Giordano, pra në Monte Giordano aty ku fliste, ose më mirë ku shkruante Dante Alighieri për Inferno, ose më mirë për Ferrin. Dëgjojeni me kujdes, kush është rastisht dhe nëse nuk e ka bërë ende bëjni like faqes dhe videos që të shihemi sërish, dhe ju faleminderit për mbështetjen. Sinqerisht faleminderit. Ishte një nga ato diskutime që nuk doja të hapja, sepse nëse keni vënë re nuk flitet për këtë, po thuaj flitet fare, dhe unë doja të diskutoja sepse është një moment vërtet delikat dhe një periudhë shumë delikate ku disa shfrytëzojnë ndoshta momentin dhe bëjnë iniciativa. Kjo është një nga ato iniciativat më merr mendja që për të kuptuar se në çfarë pozicioni gjendemi ne dhe në çfarë pozicioni gjendet konflikti në përgjithësi. Konfliktet në përgjithësi kudo që janë. Tani, për ata që nuk e din, nga data 15 mars deri dje, u krye një konferencë, me fjalë deri sot në darkë, u krye një konferencë në Rom, ku diskutohej për antikrishtin. Dhe e organizoi një zotëri që padyshim e njihni, sepse është ai që ka financuar PayPalin, Facebookun, etj, edhe disa kompani të tjera, që Peter Thiel, një gjë e tillë. Dhe ky Peteri është iniciuesi, si mund të quhet, ai që kërkon të kuptoj për fjalë ose të luftoj antikrishtin, sepse sipas gjasave nuk është bërë zhvillimi ashtu siç duhet dhe kjo e ndalon zhvillimin. Pra kush është që e ndalon zhvillimin sipas Peterit? Është ai që ne quajmë antikrishti ose dexhalli. Tani pikë së pari, Peter është amerikan dhe bën një konferencë në Rom me dyert të mbyllura, asnjë lloj telefoni brenda, bile kush e ndaluar që të shpërndajnë informacionet të ftuarit që janë aty, sepse nëse do shpërndajnë informacionet, gjob duke filluar nga $10,000 e sipër, madje edhe me burg nëse informacionet do të jenë tepër të rezervuara. Pra, pse me dyert të mbyllura? A nuk thamë që ne kur flasim për antikrishtin duhet flasim me dyert të hapura, sepse duhet ta marrë vesh gjithë populli. Tani, për ata që nuk e din, zotëria investoi në vitin 1999 $1,700. $1,700 investoi në vitin 1999. Pra, një shumë e vogël, në një fund, në një llogari pensionesh. Dhe nga ai moment, pra në vitin 1999, siç ju thash, nuk kaluan pak kohë, pra 2-3 vite, dhe në këtë llogari duhet futeshin maksimumi $6,000. U futën 1.000 aksione në një kohë shumë të shkurtër. Madje në fund të 3 viteve 1 milion aksione që nuk i të kalonin $6,000. Mirë, po të gjitha këto aksione, merrni mend që ta hapësh ti një llogari dhe pastaj nga ajo llogari që ti është llogari pensionesh dhe ti bën 1 milion klient në një kohë shumë të shkurtër. Tani, dakord për këtë, por ai në vitin 2003 themeloi një shoqëri tjetër, Palantir, që është një nga shoqëritë më të mëdha në botë, dhe nga momenti që bëri këtë aksionet, jo vetëm të shoqërisë tjetër që kishte, por edhe aksionet të tjera, filluan që të futeshin në këtë shoqëri të madhe. Madje ai filloi që të jepte shërbime sekrete, shërbimeve sekrete, njëkohësisht edhe CIA-s edhe FBI-t. Duhet të dini që janë dy shoqëri ose kompani shtetërore më të mëdha në botë që kanë kontrollin e çdo gjëje ku ndodhet, dhe ky zotëria mori disa fonde nga shteti dhe krijoi këtë shoqërinë, siç ju thash, të Palantir. Dhe pastaj në një kohë shumë të shkurtër u futën në bursë. Sot kjo kompani ka një vlerë rreth $280 miliard, $300 miliard, ato të
përmendurat. Tani, një zotëri i tillë që mori pjesë pastaj edhe si investitor në PayPal, që padyshim ju e përdorni, ky ishte investitor në PayPal, ishte investitor në Facebook, ka qenë dhe është investitor dhe në kompani të tjera. Pra, një zotëri që nuk kuptohet se si nga hiçi, nga $1.700 u bë ai që ne njohim sot. Dhe ka studiuar për filozofi dhe ky zotëria thotë që Antikrishti thot, vetëm ai thot nuk e ndalon thot zhvillimin e njeriut. Tani kush është Antikrishti këtu? Sepse ne kemi arritur një zhvillim. Ndoshta ai është në brendësi të këtyre le të themi sekreteve që e di më mirë se të tjerët dhe nuk do që ta thot publikisht se çfarë po ndodh, nuk e di. Sidoqoftë, një që mund të luftoj Antikrishtin sipas të gjitha të dhënave me fjalë që prej kohërave kur flitej për Antikrishtin deri sot mendohet që duhet ishte një person normal, pra jo një i pasur, jo një investitor, por një person normal. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni? Sepse është një, siç e thash, është një moment vërtet delikat ku duat ju të nënvizojë diçka vërtet serioze. Ky zotëria është ai që përcakton fatin e njerëzve në botë. Do t'ju them se përse. Mbajeni mend këtë. Është ai që përcakton fatin sepse është ky zotëria me atë shoqërinë që ka me Palentierin, ai furnizon me algoritëm dhe algoritëm është ajo që ti çdo gjë që bën e kontrollon algoritmi dhe e shtyn, e mban apo e kontrollon. Ose bën lëvizjet në rrjetet sociale, në të gjitha rrjetet sociale. Është ai që furnizon, pra, me algoritëm të gjitha këto rrjetet sociale. Pra, ai që përcakton se si do të jetë fati njërit apo tjetrit, sepse mund ta ndryshojë si të doj nga qendra. Pra, e di që për dikë këto duken si fantazire, por e keni vënë re që janë disa parametra që tregojnë sa ke ecur ti, analitik që quhen ato, që sa ke ecur, si e ulur, si e ngritur, të gjitha këto janë pjesë e këtij algoritmi. Pra, algoritmi që e ka projektuar dhe e ka vënë në funksion ky zotëria përveç se pastaj hardware-ave që përdoren për të gjitha këto kompanit e mëdha dhe të vogla, pra edhe për rrjetet sociale. Pra, ky është ai zotëria që vendos fatin e kujdo, sepse këto janë, pra algoritmet, janë të direkt me urdhër të FBI dhe të CIA-s. Pra, të kontrolluara direkt nga atje, sepse ky është investitori kryesor. Pra, është pika kyçe e çdo gjëje që ndodh në rrjetet sociale ose në rrjet, në përgjithësi, në internet. Dhe është ai që vendos fatin e çdo gjëje. Sepse po thot ky për shembull nesër, nuk dua të bëj asgjë, tak ndërpret shkatërrohet çdo gjë. Nëse thot, "Ok, do ta bëjmë në këtë formë", mirë i thon, duhet ta bëjmë, sepse është ai që vendos. Në fundit edhe sikur dikush tjetër thotë që po prit ne të kemi investuar, po ne, ky e vendos, sepse e ka në dorë, është diçka që e ka shpikur ai dhe e mban aty. Tani, ju si mendoni, si do të jetë e ardhmja tani me këtë konferencën e parë që u bë të Antikrishtit, sepse ju dua t'ju kujtoj që është konferenca e parë e bërë ndonjëherë në botë, nga të gjitha kohërat ku flet për Antikrishtin. Konferencë me dyert të mbyllura, e cila nuk pati asnjë rezonancë, askush nuk folën shumë pak vetëm në rrjetet sociale, ndonjë këtu tek tuk, dhe gazetat shumë pak kanë folur, thash, në një vend e bëri në Rom. Pra, ku flitet për Antikrishtin, nuk e dim kuptoni apo jo. Për më tepër në zemrën e vendit ku e përmente edhe Dante Alighieri, aty ku përmente ferrin, pra l'inferno. Pra, si mendoni ju? Si mendoni? Sa e vështirë është që të flasësh për këto argumenta, pikërisht edhe për këtë, sepse do dëshirojmë që të flisim shumë gjëra. Mirë po, kaq mundemi thjesht për informacion që të njohim se
si shkojnë gjërat, të dim se si do të shkojnë, ose të mund të parashikojmë diçka, sepse këto janë ato argumentat e rëndësishme që ne duhet që të diskutojmë. Telenovela ka sa të duash, ka dhe Big Brother sa të duash, dhe pjesa dërmuese e njerëzve janë, si të thuhet, të tërhequr nga këto. Normal që dikush do thot, po ne çfarë do të bëjmë? Sepse një i vetëm nuk bën dot asgjë. Të gjithë së bashku diçka bëjnë. Të paktën ta njohin të vërtetën për veten e tyre personale, pastaj edhe për ta diskutuar. Dhe ky, siç u thash, është një moment delikat që shpresoj që mos të preki gjëra të rëndësishme, sepse kur fitet në një periudhë, në një moment kaq delikat, padyshim pas pak ndodhin gjëra që shpresojmë mos jenë të vështira për t'i bluajtur. Megjithatë, doja thjesht ta diskutoja me ju nëse keni informacione më tepër, ne këtej kaq informacione kemi dhe ju uroj një ditë bukur.